Futbolli anglez është më i bukur në botë, në të gjitha divizionet e tij. Në Championship është luajtur sot java e fundit dhe ka pasur emocione të mëdha. Shkaku se pse ky kampionat quhet më i bukur në botë, edhe Championshipi, është e gjitha për shkak se të gjitha ekipet luftojnë deri në fund, edhe ato që janë jashtë objektivave. Një fitore është një mision shumë i vështirë për të gjithë, por vëmendja e shqiptarëve është e Bristol City, atje ku ndodhet edhe Anis Mehmeti, lojtari kombëtar eston. Sulmuesi shqiptar ka shënuar plot 12 gola në këtë sezon, por në ndeshjet e fundit nuk ka qenë në formë dhe ka nisur nga stoli. Ashtu ndodhi edhe sot, në ndeshjen Bristol City Preston, teksa Anis Mehmeti hyri në minutën e 57 të takimit, atëherë kur ndeshja ishte 0-2 në favorin e Preston. Në fund, Bristol City arriti të barazonte në 2-2, ndërsa edhe Mehmeti shkëlqeu në momentin e aktivizimit. Por çfarë ndodhi sot me Bristol Cityn? Kjo skuadër luante biletën e fundit që të dërgon në play-off të Premier League, teksa ndodhej në vendin e 6. Dy vendet e para shkojnë direkt në Premier League, ndërsa nga vendi 3 deri në vendin e 6 në Championship duhet të bëjnë përballje direkte për të përcaktuar edhe ekipin e fundit që shkon në Premier League sezonin tjetër. Para ndeshjes së sotme e fundit për këtë sezon, Bristol City ndodhej në vendin e 6 dhe në vendin e 7 vjen Blackburni me 2 pikë më pak. Kështu Bristoli ndjeu rrezikun e madh pasi e pa veten në disavantazh, ndërsa Blackburni po luante në transfert ndaj Sheffield United. Por pavarësisht barazimit të rezultatit, Bristol City do ta kishte humbur vendin e play-offit nëse Blackburni do të bënte punën e tij ndaj Sheffieldit për të fituar, ndaj një Sheffieldi që luante javën e fundit pa objektiva. Megjithatë, Sheffieldi barazoi 1-1 me Blackburnin dhe pavarësisht se nuk luftonte për asgjë në këtë javë të fundit, e dominoi Blackburnin me rastet e krijuara dhe me goditje në port. Kështu një skenë emocionuese u krijua në stadium në ndeshjen Bristol City Preston, ku rezultati ishte 2-2 dhe ishin minutat e fundit, tifozët e dy ekipeve ishin me telefonat në dorë te Bristol City për të parë rezultatin e Blackburnit se si do të mbyllej dhe në krahun tjetër te Prestoni për të parë rezultatet e ekipeve të tjera se si do të shkonte për të mbijetuar. Në fund të dy arritën misionin e tyre. Edhe Bristoli shkoi në play-off, edhe Prestoni shpëtoi. Tensioni i madh ka qenë edhe te lojtarët pas ndeshjes, teksa Anis Mehmeti me shokët e ekipit kanë hapur telefonet për të parë aksionet e fundit në ndeshjen e Blackburnit. Pasi ndeshja atje u mbyll 1-1, ka shpërthyer festa e madhe edhe në tribuna, me tifozët që çanë rrethimin dhe hyn menjëherë në fushë për të festuar me gjithë lojtarët për këtë arritje të madhe. Tani ekipi Anis Mehmetit duhet të kalojë 2 kundërshtar për të fituar në fund një vend në elitën e futbollit anglez në sezonin e ardhshëm.